është e vërtet Japim diçka për të qesh. fitoria më e madhe për shumë skocez është humbja e Anglisë? There is a label called Anyone But England. E kemi një etiket, çdo kush tjetër përveç Anglia, siç thash, Euro i Anglisë, gjithë të mirat, por Anglia do të luaj kundër Kroacisë. Kur kanë luajtur kundër Kroacisë, isha duke kërkuar 2 gola të paktën, por atë natë mendova që Anglia ishte shumë e mirë, kanë luajtur shumë mirë në pjesën e dytë, zëvendësuesit ishin tamam të duhurit dhe e fituan atë lojë me merit, por nuk dua që ta fitojnë kampionatin. Deri në atë moment deshta të them që folë si një diplomati vërtet britanik. Mos të lejoni që të them, para se topi të nisej në Anglia kundër Kroacisë, komentatorët po thonin 60 vjet prej kur Anglia ka fituar kupën botërore. 5 milion njerëz në Skotësi thonë. Prap do vazhdoj kështu, pra, që të mos flasin për vitin 1966 dhe ndoshta në kampionatin e ardhshëm do të japim pak më shumë vullnet të mirë për që sa po thonë, kështu.